mund të informoj, mund të përhoj atë që kam thënë. I jam përgjigjur gjithë jetën time çdo thirrje të organeve të drejtësisë dhe do i përgjigjem. Do t'i përgjigjem, nuk ka koment, nuk mund të ketë pyetje a do i përgjigjem, por ka vetëm një kusht që unë të marr thirrjen. Dhe ata që përdorin këtë për propagandë, për të mbuluar skandalin Rama Balluku të tunelit Llogaras, apo për të mbuluar skandalin e madh të aeroportit Vlorës e të tjerë, ata tregojnë se janë shërbëtor mjeran të një bande e cila vjedh ditë e natë qytetar shqiptar. Njoftimi duhet vi, siç kanë ardhur me 10 njoftime tjera, dhe unë jam përgjigj çdo njoftimi që ka ardhur. Kurse përdorimi i kësaj është akti shëmtuar i Altin Troplinit, një shërbëtor, një mercenar i regjimit i Edi Ramës, që kujton se mund të mbuloj sadopak me zhurma të tilla krimet e shëmtuara të Ramës dhe Ballukut. Ndaj dhe asnjëherë mos më pyesni mua a do shkosh. Unë do shkoj në çdo rast që të thirrem për çdo problem nga organet e drejtësisë. E kam ligj, e kam aplikuar, e kam zbatuar këtë gjithë jetën time. Nuk mund të ketë hezitim dhe ndyshje. Por me që jemi këtu, çështja e 21 janarit është hetuar një herë nga një armik e egër e Sali Berishës dhe e Partisë Demokratike, njeri për cilin unë kam shprehur publikisht të gjithë konsideratat. Çështja e 21 janarit nga viti 2013, kur ne nuk kemi humbur pushtetin dhe gjerë sot është penguar të hetohet, mendoj unë, të jetohet, se mund të jetohet, nuk jam kundër. Është penguar vetëm e vetëm për shkak të Edi Ramës, sepse deklaratat e qeverisë Shteteve të Bashkuara të Bashkimit Evropian janë shumë të qarta, kërkojnë hetimin nga polici tek organizatori kryesor. Pra, çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që prej 13 vitesh kjo çështje përdoret për propagandë, por shoferi që solli, që i përdori mish për top njerëzit, si të ka thënë bukur, shkrimtarit që merret tani me probleme teologjike, Ben Blushi, ishte Edi Rama. Referojni pak, a i solli, dhe i solli në protestën më të dhunshme në historinë e vendit. Vrasi i vërtet i tyre është ai që i solli ata mish për top, siç ka thënë Blushi, shoferi autobusit tyre. Ndaj dhe është çështje e hetuar, kur unë kam qenë dhe s'kam qenë pushtet, por e hetuar nga armiq të egër të Partisë Demokratike dhe të qeverisë sime. Bllokimin e hetimit, apo nëse nuk është hetuar si duhet, po, nuk janë hetuar si duhet organizatorët kryesor të saj. Dhe organizator kryesor numër 1 me të gjithë dokumentacionin është Edi Rama. Pastaj ka dhe tjerë, por Edi Rama me akte, me veprime konkrete.